po ajo që mu më ka brengosur është që ai do ta mbyt shpresën e njerëzve. Sepse njerëzit kanë votu për të për shkak një shprese. Edhe tash shumë prej tyre nuk shkojnë te kampi opozitar, se ende nuk shohin, ta them, shpresë atje, por futen në një dëshpërim. Shoqëria futet në një cikël dëshpërimi, çfarë prapë kemi, njerëz dalin jashtë, ne kemi një dalje prapë masovike, kemi pas për këto, që është absurde, sepse ti ka qeveria shpresës, pse du dalin njerëz jashtë. Pra vazhdojnë me dalë njerëz jashtë, njerëz vazhdojnë, qoftë edhe kur e votojnë zotin Kurti, e votojnë si duke menduar që këta tjerë nuk janë reformuar, që janë e keqe më e madhe, po jo pse mo besojnë që kjo është një ndryshim i madh. Dhe kjo është nështë dami më e madh, mbytja e shpresës. A është edhe ajo narrativa që po mbizotron ende kjo narrativa që në 20 vjeçin e kaluam është shkatruar në këtë vend gjithçka? A pajtoni ju me këtë? Jo, po Kosova nuk ka ecë asnjëherë më përpara se në 25 vitet mas luftës. Nuk e di ku na mund të shitet ky naracion. Ky naracion ka bërë shumë dëm, natyrisht. Ne gjithë kemi qenë kritik. Vetë kam qenë shumë kritik për shumë procese që ka ndodhur në këtë vend. Po gjithmonë kritika ka qenë se kemi llogaritë që ka mund të bëhet më mirë. Një gjë. Ky e ka marrë krejta kritike ka paketuar si negativitet. Për qëllime populiste, se aja din shumë mirë që Kosova ka ecë, tash e ka thonë 2-3 herë edhe për nevojat veta që Kosova ka ecë në kohën e pas luftës, sepse është absurd, ti nuk mund të bisedosh me të hujt e ti thush vendi ka shku prapa ku në qershor vitin 99 gjysma e Kosovës ka qenë e shkatruar. Ne s'kemi trashëguar asnjë ekonomi, sepse Miloševići gjatë viteve 90 ai ka në shumicën e institucioneve i ka qitë prej pune njerëzit. Po, megjithatë e kemi për shembull diasporën zoti Morati që po vazhdon ta mbështet me një si më them kështu verbërisht ta quajmë ashtu nëse mund ta themi, nëse mund ta gjejmë një shprehje më adekuate, ku për një me vazhdon të thotë që në Kosovë është shkatërruar në këto 20 vitet e fundit. Si mund të jetë shkatërrim kur kemi ndërtim të autostrada, kemi ndërtim të kemi shumë të domethënë punësimit, fabrikave, sen, a ka mujt më bëma mirë? Gjithmonë, siç po thëni ju, ka mujt bëhet më mirë. Ne mund ta diskutojmë çka ka shku keq. Mund ta diskutojmë përparimi a ka mujt me qenë më i shpejt, a ka mund të jetë më i madh. Ka shumë sektore që kanë mund bëhen më mirë, sigurisht. Por kur thuti çdo gjë është keq. Çështja është se për cilës pikë po fillon, si do t'i reformosh, çka do të... Bon, kur thu çdo gjë është keq, kjo të qenë në politikë populiste. Ti kur s'ke nevojë me fol për asnjë çështje pastaj komplekse, t'japësh alternativa. Sepse po thush shëndetësia e ka këtë përparim, po këtu ka shku keq, dhe unë do ta vendosi në këtë stad, kjo kërkon sparje analizë të gjendjes reale, dhe jepjet dhënjet alternativa. Ne s'kemi pas. Ne në zgjedhjet e kaluara kemi pas zotin Kurti që pa thënë si zgjidh problemin e shëndetësisë, pa bile edhe domethënë ishte edhe në çmim. Ta sepse do ta vrasim atë qanin Topall atje tek në oborrin e Çukukës. Po. Nisë e ka bënë me bashkimin kombëtar, njerëz na bëjnë një jetë të njëjtë, mo nuk jemi në jetë të njëjtë. Po si jemi në jetë të njëjtë, ne po tregojmë që bëhet bashkimi kombëtar, ai bëhet nëse duhet të shkojë përmes ripërcaktimit, ndryshimit kushtetutës e tjera. Ky thashë unë e heq që është atë pikën kufitare të Vërmica dhe vendosi në Merdare. Po masanej tha kur fitoi tha që nuk na lejon kushtetuta në 1.2. Po natyrisht sepse po ashtu e ka pas thënë, domethënë në 1.3. 1.3 fakt. Nuk e lejon. Ta merr mendja që nuk e ka ditë ato. Po politikat populiste kështu kërkojnë. Me politika populiste Britania doli prej BE-s, edhe kur i pyetën të nesërmën këtë Farazhin e Johnsonin e thanë, e tash, jo thanë tash nuk e dim. Na nuk e dim çka. Ama veç me dal. Veç me dal. Po a keni ndonjë plan? Cili o plani edhe me zin 2020 e 2021 me shumë të lashe, vazhdon me pas Britania të lashe pse ka dalë për bashkimit evropian.
Kështu këto politikat populistë janë tilla. Këto janë parulla, cilat lehtësisht njerëzit i pranojnë si zgjidhje, sepse kanë dëshirë me pas zgjidhje të lehta, po në sens janë shumë vështirë të realizueshme pastaj, sepse asnjëherë nuk janë politika komplekse, nuk janë politika, cilat hapas hapi duhet të zgjidhin diçka. E njerëzit pastaj kur i thu që ka dalë se kjo shëndetësia duhet një 8 vjetë duhet punë, po thotë kjo ka për më të lehtë paska se po thotë shpejt e kry këtë punë. Ose bashkimin kombëtar kur i thu ti shikon se dëm bashkimi shkon përmes bisedime me Serbinë, ne duhet ta zgjidhim problemin me Serbinë, e ajo zgjidhja më e mirë është reciprociteti në përcaktim të kufeve se duhet mundruhet, duhet me prit gjeopolitike në kontekste. Po thotë ky njeri e paska zgjidhen se ky është i mëshëm, ky e din. Veç e jek kufin. Ky e din gjitha, veç e jek kufinin e çon prej këtu. Veç s'po dojnë këta tjerët. Pse ai duhet më bë me mua? Kur që e ka zgjidhjen. Natyrisht kur vjen pushtet ai ndron fjalët. Edhe s'ka zgjidhje. Siç i kanë ndruar gjitha të tjerat. Po, më thonë, këto janë ato situata të cilat natyrisht. Kur e përmendet edhe shëndetësinë, po me të pyet pak ndonë se në atë fushë, si me thonë, çështjen ekonomike edhe çështjes së rezervat shtetit kemi pa një ngritje të akuzës, zoti Murati. Si e keni pa në aspektin ekonomik, po shpërndon, si me thonë, në kohë zgjedhjesh ka 100 euro, po i rrit pensionin në kohë zgjedhjesh. Çu e keni pa në çështë? Nuk ka pas një politikë shumë problematike ekonomike, politikë me shpërndamje, natyrisht ti mundesh njerëzit nga pak ti mashtrosh me këto politika, por nuk janë këto zgjidhje. Nuk është buxheti i shtetit për shpërndan ndihma. Buxheti i shtetit po nëse rriten pensionet, nëse rriten pagat, edhe ato gjithmonë duke pas parasysh zhvillimin ekonomik. Gjithmonë duke pas parasysh edhe për sektorin privat, na një gjë pe harrojmë. Sektori privat gjeneron rreth 70% të vendeve të punës. Kështu që kjo duhet shkoj, domthonë rritja duhet shkoj gradualisht, të dy sektorët duke u fuqizu. Unë kom pa politika kryesisht populiste edhe në fushën e ekonomisë, nuk ka pas ndonjë politikë qartë, madje është kriju, edhe unë e kam kriju një ndjenjë, domethënë që ka kriju një ambient jo miqësor ndaj biznesit, me këtë idenë që, domethënë, sidomos kjo është kriju tek njerëzit në raport me bizneset. Tash ne nuk jemi këtu për të vlerësu anën morale edhe a janë të mirë atë që ata që janë pronar, ata që janë biznismen, ne jemi si shoqëni, si shtet do të jemi të interesuar që ata me pas punë, normalisht duke i respektuar rregullat, duke i paguar obligimet, ligjet e këto, por ne nuk duhet të kishim asnjë interes që ata të shkatërrohen ose ata të ndjekim ose ata t'i kufizojmë, sepse shumica e buxhetit të shtetit vjen prej aty tallna, shumica punëtorëve janë aty dhe kjo godet krejtësisht ciklin ekonomik dhe godet anën sociale. Por do të thotë nuk është se është brengos shumë zoti Kurti, ka vazhdu edhe në aty me politika kryesisht populiste. Ma kjo është tipik me shpërnda kështu, unë e kuptojnë pandemia është ka shpërnda këtë bota, po me vazhdu me shpërnda edhe tash. 4 vjetë mrapa. Edhe 4 vjetë mrapa, do me thonë, për studente, për vitin e kaluar ishte për pensionist, nëse s'gabojmë në fund vitit, tash ta shohim, sepse tash shpërmtoj edhe rrugën e 13. Po, edhe rrugën e 13. Kështu, për fund, zoti Murati, s'kam si mos të pës lidhur me gjykatën e Hagës dhe me një proces që po zhvillohet atje. Ju vetë keni qenë i përfshirë në luftë si shoqtar edhe si kontribues në lirinë që sot e kemi. Si e ke si po e sheh këtë proces ka fundi tash kur po kemi dëshmitar kryesisht amerikan e të cilët kanë qenë protagonist të kohës gjatë luftës Kosovë. Kjo po na jep një shpresë në atë dëshpërimin e madh që unë e kom pas me krimin e kësaj gjykate. Unë natyrisht ndjehem krenar që ne si lëvizje për bashkim, kur kemi qenë aktiv edhe me deputetët tonë, në 2 mandatet kemi qenë kundër, edhe kemi votu kundër. Për dallim për lëvizje vëzëndosi cila s'ka votu, e ka lëshu
i ka lëshu seancën, edhe pse konsiderohet që o kundër, po s'ka qenë asnjëherë s'ka votu kundër. Unë jam krenar që deputetët tanë kanë votu kundër gjykatës, kemi qenë publikisht kundër. Sigurisht, po t'jesh qeveri, po ta kesh atë presion, është më vështirë se sa kur t'je në opozitë dhe kundërshton diçka, por kjo gjykatë është një keqe e madhe që na ka ndodhur. Unë e konsideroj një monstrum juridik e politik, cilin disi doli prej trupit ton, edhe tash është një farë lloj aborti, një monstrum cilin nuk po mund ta kontrollojmë në asnjë variant. Një prej miqve të mi të mirë